Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës ka lënë qëllinë e paraburgimit me leje të posaçme për herë të parë që prej arrestimit të tij pasi është bërë baba për herë të dytë. Me miratimin e lejes nga dy prokurorët e SPAK, Olz Dado dhe Altin Dumani, Veliaj është shoqëruar nga qelia drejt maternitetit Koço Gliozheni për të parë foshnjën e poshtalindur. Sipas ligjit, leja është e vlefshme për 48 orë. Erion Veliaj ndodhet në burg që prej shkurtit të vitit 2025, ndërkohë që SPAK ka ngritur ndaj tij 13 akuza, mes tyre korrupsion pasiv, pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në burg. Shumica e akuzave lidhen me korrupsionin pasiv të kryer në 9 raste, në raport me disa kompani për të cilat SPAK pretendon se ai ka përfituar shuma monetare dhe pasuri të paluajtshme në mënyrë të parregullt. Sipas akuzës, këto subjekte kanë marrë leje ndërtimi dhe kanë përfituar fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në 9 raste në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse. Gjithashtu ajo akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Ndaj saj është vendosur masa e sigurisë detyrim paraqitje.